Kur të dorëzojnë anëtarët e familjes të vdekurin, ja dorëzojnë tokës, ata kthehen, ai vazhdon udhimin i vetmuar. Dhe në pragun e kësaj bote dhe në hapat e parë të këtij udhimi vijnë dy melek. Për arën të dy melekëve kanë arë hadithe të shumta dhe në forma të ndryshme për mënyrën se si e pyesin dhe si komunikojnë ata me të vdekurin. Por e rëndësishme është shkurtimisht me përmend rezumen e këtij takimi me këta dy melek, ata e ulin të vdekurin në varr, ose tash kjo botë tjetër dikur që ulin të vdekurin. Na thamë që tash kjo botë tjetër, tash kjo u nis diku tjetër, tash nga kjo botë, nëse nuk kupton atë botë, nuk mundesh. Sikurse fëmiu në barkun e nonës, a e kupton botën tonë? Se kupton ai këtë botë. Ai e kupton botën e tij mbrana. Kur del këtë botë fillon me kuptu këtë botë. Andaj çdo botë kur delsh fillon me kuptu kur shkon atje ama pikë s'e kupton si është. Nga se çdo botë dallon nga tjetra. E ulin dhe fillojnë ta pyesin. Pyetja se thotë është dashni përgatitur këtë botë, apo e pyesin kush është Zoti yt, cila ka qenë feja jote dhe ky njeri që kemi dërguar kush ka qenë. Besimtari thotë feja ime, Zoti im është Allahu. Feja ime është Islami, ndërsa ky njeri që po pyetni me ta është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i dërguari i fundit. Në një transmetim ka ardhur në rrugë melekët i përgjigjen, çka i thonë? Të kemi ndëgjuar edhe më herë duke thënë, por kemi ardhur me të pyet. Do më thonë, ti pej mati e të thonë qështu, ti kjernu qështu, ti mati e të përgjigj qështu, edhe gajarisht, edhe praktikisht, por reani e lip me të vetëm. Ndërsa ata që s'kan jetu me këto përgjigje, nuk do vonë që si kanë ditë. Në varë kur të pytet mëkatari, ose Allah në ruajt ai që ka thonë për dyftyrsi këtu, kur të pyesin melekët, i thonë, kush është Zoti yt? Kush është feja jote? Ky njeri që kemi dërguar kush është? Çka thot? I kom një njështë të e përmen Allahun. Allahu është. Shikon nuk thot Allahu, unë e po them, i kom një njështë. Si ka thonë me bini, e kom një valla Haxhi Babën thej ke çështafën. Apo kush është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Gjysha mësaj thej që është ti që ke thonë, le ti gjyshën atë. Le ti hoxha që ka thonë hoxha në xhami që e ke nguapën. Ti që ke thonë jetën tonë, apo? Ti që ke thonë. Ti që je përgjigj me veprat e tua. Prandaj besimi jonë në këtë pikë në kupton një përgatitje praktike për atë që ndodh atje. Dhe përfundua ta përfundoj të nëzër ai që ka të bëjë me varrin, pas kësaj, pas ti provimi, është edhe një gjë që ka të bëjë me varrin dhe pastaj vazhdon jeta matutje. Vazhdon jeta varësisht nga kush, nga përgjigja. I vjen, në qoftë se është përgjigj si duhet, atëre melekët i avërtetojnë dhe ka në hadith se ndëgjohet një zë pe qielli duke thënë sadaka abdi, të vërtetin e tha robi jam. Allahu i avërteton robit përgjigjet e që ky vërtetim nuk kupton një etapë të re të një jete tjetër të tij në jetën e këtij vore. I hapet një dritare ka xheneti ose fillimisht i hapet një dritare ka xhenemi, edhe i thuhet apo e sheh këtë zjarm, apo e sheh këtë vend, e këtu ke pas me shku. Por Allahu ta ka zavendësuar me tjetër e i kthehet fytyra ka një derë tjetër edhe e sheh xhenetin dhe duke shikuar në xhenet thot Allahumma aqimis sa'a. Ato Allah bën kiametin sa më shpejt që të futem këtë vend të bukur. Dhe i vjen një njeri në formë të bukur, në pamje të mirë, i këndshëm në fjalimin e tij, i afër në shoqërimin e tij. Edhe ky besimtar i thot, kush je ti që në këtë formë kaq të bukur ke ardhur dhe kaq i këndshëm në bisedën tënde? Thot, ana amaluka salih. Unë jam puna jote e mirë. Apo çështë ke punu, tu punum ke hije shumë, tu punum ke hije shumë, apo edhe më ke vesh, edhe më ke parfumos, edhe më ke ndreq, çështë ti ndreq shoqëruesin tën me punët e tua apo. Dorso ai që thot e kom një gjyshën e kojshit, e nisha vallahi azan dhe ke Muhammed Rasulullah, e nisha, e çfarë bëj ti kur e nisha? A çka kjo është apo?
E pastaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai që nuk din mu përgjigje praktike, jo teorike, këtij i hapet dera e xhenetit. Apo e qysh i thot meleku, këtu ke pas me shku apo për mi ashtu keqardhjen, apo për mi ashtu mërzinë edhe më shumë, që kom hub. I thot po e ke hub, pastaj e kthejnë ka zjarmi i xhenemit, i hapet dera ka xhenemit, nuk hen xhenem se xhenemi është yawmul qiyamah, ditë gjykimit, por i hapet. Dhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në mëngjes dhe mbrëmje i godet vale e tij, i godet nxehtësia e tij. Dhe ai kur e sheh ku ka më shku, ajo vapi duket shumë më e lehtë se përfundimi atje. Edhe ai vazhdimisht thot, Allahumma la tuqimis sa'a. O Zot, mos e bë kiametin kurr, që kështu ani marrova le me shku atje. Edhe në këtë vajtim të tij, edhe në këtë klithje të tij, edhe në këtë mërzitë të tij, Allahu ja dërgon një person të shëmtuar, i shëmtuar në pamje, e i keq në komunikim, e i vrazh në fjalë. E thot, kush je ti që më ke ngarkuar më shumë për te asaj që më ngarku? Thot, unë jam puna jote, që kështu vetë e ke shëmtu ti, që kështu të vrazh tim ke bo vetë, je koni vrazh, ku mori vrazh, je koni keq, ku mori keq, Allahu na ruaj. Andaj, për një me kërë gjitha këto i këthen të nëvëzër, edhe gjitha këto i kujton, e kupton pse ka thonë pejgamberi sëm, për që ta bajagi fort boni gati, për që ta pregaditu një bajagi mirë, apo mundoni të nëvëzër që gjdo ditë ta paramendoni vetën, si kurse rëbim në këthejmë në atë varë, e ti thurë vetës tonë, e qëka tash? A përshë që i murë fund, ja rab këthejmë aftën, ani, po të këthej pra, apo maja betën që ndryshe, sa të kom e konë, madhurë se dje që i ke qenë, ose të marim sim nga ta njerë që ka në të isha mu këthy që të kësha me bo, po, edhe si kur si i ka thonë Hasan al-Basriu ati njëriut që ka qenë duke net me te, kur ka lu për një gjenazë për në tyre, ka thonë që kjo me bo, kia mu që u që kësh me bo, hëtë vëlla kësh me falë sabajnë me gjemat, apo, vëlla kësh me falë drejken me gjemat, kësh me lezu Koran, e kësh me bo punë mira, e sadaka, s'kish me bo zullum kërkujt, e ka ditë, ka thonë, mos mujt, kjo ti munash. Kjo mos mujt që sa mirë pëdin, e ti munash. Andaj, vëllahi, bonit bindën, se shumë gjëra që ju muni sot, krejti, dunjan e këshin njep ata që i kem një vend tjetër që atja po, me mujt vesh një gjysdite me boj që ka muni me boj jaftë. Ata janë të nathirë, po nasë për ndëgjojnë. Sartë ka lesh ka vorët, kujtoj se ata janë duke folë diqka, të thonë, o Rabbi Allahot, lume ti ku je, ki me arë të na, prandaj pregaditu, që mos të vish me keqardhje, por të vish i përgëzuar dhe i mbushur me punë të mira ato. Andaj kjo është porta e ahiretit dhe hyrja te vdekja dhe varri. Këto janë lajme që për to ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe thash çdo pikë për këtyre pikave ka sërime të shumta. Mirë po, besoj që këto tash janë si përkujtim për neve dhe si mësim se në çfarë mënyrë duhet ta kuptojmë vdekjen dhe si duhet ta paramendojmë varrin dhe sa duhet të përgatitemi për të. Andaj na duhet ndriçim i madh se është errësinë e madhe. Na duhet zgjerim i madh se është ngushtim i madh. Dhe na duhet një shoqërues i mirë se është udhëtim i gjatë vetë nuk shkohet atë. Na duhet shoqërues i mirë e atje nuk shoqëron askush përveç se punëve tuaja. Ti ke më vendos sa i bukur ka më kon shoqëruesi yt. Ti ke më vendos sa komunikativ ka më kon shoqëruesi yt. Ti ke më vendos këtu të kon apo sa i mirë ka më kon shoqëruesi yt. Zbukuroj punët e tuaja, rregulloj, parfymosi, jepi erë të mirë punëve tua, që nesër të gjitha këto të formsuara në një krijesë të Allahut që ta gëzon edhe syrin, edhe zemrën, edhe